Shaboni ka bo një aleancë mërësër që ta di se ka arë pra ne. E ka bo me Pano Sako. Pano Sako është një ekonomist që të jep ujë në Bishtlugës. E një Pano Sako në të jep e? Pano Sako është një ekonomist që i për nërtë familje, se më të thonë, kur ka qenë të Leshelia i them LSI-së, kur ka qenë të LSI-a, të Leshelia, ky zotni i në Rum, imagjino se çfarë financash ka bo ky. E kupton? Te SHPK-ja e LSI-s. Dhe për financat që mbante në rregull të LSI-a, e çun ekonomist në Ministrinë e Energjisë. Pano Sako. Dhe Pano Sako del dhe merr në analizë Gjergj Lucën. Kur del Gjergj Luca me Zamir Manen. Dhe Zamir Mania ka 4-5 punëtor, e Gjergj Luca një 2.000 tjerë. E unë Zamir Mane si ri gati tu, se është i mençëm, trego puna kush është Zamir Mane. Dhe del Pano Sako, shef, 2 burrat fort, dhe na merr në analizë. Ky ekonomist, dhe i vjen dot nga këta njerëz që kontribojnë për të bë ky vend. E kuptoni, dhe këta janë përfaqësuesit e Shqipërisë madhështore.